Mungesa e besimit dhe qartësimi i marrëdhënieve. Klodi dhe lëndrimi në tension. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, besimi mes banorëve është shpesh një çështje delikate. Dhe një nga marrëdhëniet më të tensionuara kohët e fundit ka qenë ajo mes Klodit dhe lëndrimin. Për shumë ditë, marrëdhënia e tyre u karakterizua nga dyshime, nga tërresa dhe moskuptim, duke krijuar një klim të rënd brenda shtëpisë. Lëndrimi ka shprehur hapur se nganjëherë nuk e njeh veten dhe nuk e kupton Klodin për shkak të veprimeve që ai ka bërë. Ka momente kur sjellja e Klodit duket kontradiktore dhe kjo e bën të ndihet i hutuar dhe i pasigurt. Nganjëherë nuk e njoh Klodin me veprimet që bën. Ka thënë lëndrimi në biseda private, duke treguar se mungesa e qartësisë dhe transparencës ka shkaktuar mosbesim. Edi, një tjetër banor i shtëpisë, ka ofruar këshilla të qarta për lëndrimin, duke e paralajmëruar të mos i besojë verbërisht Klodit. Ruaju nga Klodi, është i pabesë dhe mund të përdor, i ka thënë Edi. Mos u qel shumë, lëndrim. Këto fjalë reflektojnë ndjesinë e përgjithshme që disa banor kanë për Klodin, një person që mund të luajë strategji, por që nuk është gjithmonë i qartë ose i hapur me ndjenjat dhe veprimet e tij. Megjithatë, lëndrimi ka treguar se ka përpjekur të qartësojë marrëdhënien me Klodin. Pavarësisht tensionit dhe mosbesimit të kaluar, ata kanë pasur biseda për të diskutuar keqkuptimet dhe për të ndërtuar një bazë më të fortë për bashkëpunim dhe komunikim. Lëndrimi ka përmendur se kemi pas probleme këto kohët e fundit, por po u qartësuam disi, duke treguar se me gjithë pasigurinë fillestare, ata po përpiqen të gjejnë një rrugë për të rivendosur besimin. Ky proces tregon se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjie, por edhe një test i madh psikologjik dhe emocional. Besimi midis banorëve mund të thyet shpejt, veçanërisht kur ka kontradikta në sjellje dhe dyshime për qëllimet e njëri tjetrit. Por gjithashtu, edhe kur ka probleme, mund të ketë hapësirë.